Kurani famë madh na ka paralajmëruar se dëshpërimi nga mëshira e Allahut Azza wa Jall është një dukuri shkatërruese dhe të çon në humbje. Allahu Azza wa Jall duke treguar për historinë e Jakubit alayhi salam me bijtë e vet, në një periudhë kur e humbi nga sytë e tij Jusufin alayhi salam dhe gjithashtu edhe vllaun tjetër Jusufi, u tha djemve të tij, siç e përshkruan Allahu Azza wa Jall, për t'i edukuar. Dhe në atë sprovë të fuqishme ku Jakubi ishte mërzitur shumë, përsëri ai ju jep shpresë të bijve të vet, duke ju thënë në Kur'anin famëmadh siç e përshkruan Allahu Azza wa Jall, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillahi illa alqaumul kafirun. Ta, o bijtë mi, shkoni dhe hulumtoni për Jusufin dhe vllaun e tij. Shkoni hulumtoni për Jusufin dhe vllaun e tij. Dhe kurse se mos e largoni shpresën në mëshirën e Allahut. Nuk e largon shpresën dhe nuk dëshpërohet dikush nga mëshira e Allahut përveç se populli pabesimtar. Andaj, të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, komentatorët e Kuranit famëmadh e kanë komentuar fjalën la tayasu min rauhillah. Çka është fjala min rauhillah? Mos e humni shpresën. Është për qëllim mos e humni, sipas Ibn Abbasit, mos e humni shpresën në mëshirën e Allahut. Sepse mëshira e Zotit ka më na bashku në ditë me Jusufin. Sepse mëshira e Allahut Azza wa Jall ka më na jek këtë mërzi të fuqishme që e kemi për humbjen e Jusufit. Mos e humni shpresën në mëshirën e Zotit. Gjithashtu sipas Katades, min rauhillah, mos e humni shpresën është për qëllim mos e humni shpresën nga mirësia e Allahut, nga ajo pozitivja që Allahu Azza wa Jall ka më sjell në mesin tonë nëse ne kërkojmë dhe nëse ne shpresojmë. Dhe sipas Ibn Zeidit, min rauhillah është për qëllim mos e humni shpresën nga lehtësimi i Allahut. Pra, pas kësaj sprove që na ka goditur me Jusufin alayhis salam, se sprove rënd, Allahu do ta sjell lehtësimin. Allahu do ta sjell bashkimin. Dhe të gjitha këto komentime të dietarëve të nderuar vëllezër janë të parafruara mes vete që tregojnë se mos e humni shpresën në mëshirën, lehtësimin dhe mirësitë e Allahut Azza wa Jall që do t'i sjell për neve.